Ky është sondazhi që hapa dje në profilin tim apo në kanalin tim në YouTube. Kanë votuar rreth 4200 veta, mbi 4200 veta, dhe për momentin kryeson Partia Demokratike me 45%, 37%, Partia Socialiste dhe partitë tjera 8%. Tani unë pak a shumë e kam thënë dhe herët e tjera që lufta do bëhet mes këtyre dy partive prap. Çfarë të bëjmë? Kështu është. Mos u mërzisni për këtë. Dhe shiko, sondazhi vazhdon të jetë i hapur, deri nesër ose deri sot kur të mbarojnë votimet, dhe ju mund të vazhdoni të votoni, të jepni mendimin tuaj se kush do të fitojë këto zgjedhje. Por një përqindje shumë e madhe më bën përshtypje e këtyre njerëzve që nuk votojnë. Dhe në fakt është 10% shumë për Shqipërinë, për shkak se të votosh është kulturë, të votosh është detyrim qytetar, edukat e kështu me radhë, pavarësisht se kujt ja jep votën ti. Pavarësisht kujt ja jep votën, duhet të shkosh të votosh. Të bësh detyrë, sepse shiko, një herë në 2 vjet të jepet ky rast. Një herë për bashkitë dhe një herë për qeverinë, parlamentin pra. Edhe mos e lër të ta ndërpresin, po them, atë dëshirën që ti ke për ta thënë fjalën tënde. Kështu që dilni masivisht votoni, sepse është kulturë. Gjithë Europa e civilizuar voton. Në Gjermani votojnë mbi 80 mbi 90%. Në Itali votojnë, në Francë votojnë pafund. Kështu që të mos bëhemi edhe ne europian, meqense dona me hyrë në Europë, e kupton. Nëse sondazhi vazhdon, mund ta votoni edhe në kanalin tim në YouTube. E keni linkun këtu në TikTok. Por gjithashtu dilni dhe votoni konkretisht. Pra shkoni te qendrat e votimit dhe votoni. Thojeni mendimin tuaj. Ciao.